Mirëmëngjesit të gjithëve. Kjo javë ka nisur me mod të paqëndrueshëm. Shtohen vranësirat dhe vijojnë rreshjet e shiut me intensitet mesatar. Më intensive gjatë pjesës së parë të ditës, ndërkohë zbuten pasdite. Po ashtu do të bien në mënyrë drastike dhe temperaturat për 2 ditët në vazhdim, rikthehen rreshjet e dëborës në Alpe. Temperaturat sot luhaten në këto vlera 5 gradë shënon minimumi dhe 21 gradë shënon maksimumi. Dalimi pak edhe tek vendet e rajonit për të njohur me temperaturat përkatëse. Prishtina zgjodh me temperatura 6 deri në 13 gradë Celsius, Podgorica 12 deri në 18 gradë Celsius, Athina 17 deri në 27 gradë Celsius dhe Shkupi 9 deri në 15 gradë Celsius. Shkurtimisht u njohët me parashikimin e motit për datën 27 tetor. Studioja është dekoruar me monstra të vegjël, skelete, ku diun se çfarë Kafka, edhe Davidi mbi të gjitha një plan. Davidi është bërë kaq i bukur, i dash një përqafim që në pikë të mëngjesit. Më në fund nuk i duket bizelia. Më në fund e mbuluam, se kemi marrë shumë kritika nga prindrit që nuk e shohim dot u e kapin se na del ai mbrapa nadës. E po tani i Vockël është, as di për të trembur. Ata prindrit që vizitojnë vetëm Arabinë Saudite, tani shkon në Firenze, Davidi është aty nam, make, domethënë Davidin. Po gjithsesi, okay, me sa kuptoj unë, shi gjithë fundjavës dhe sot në mëngjes doli gjumi në një moment se ndoshta ora që është ndruar edhe trupi akoma funksionon me të vjetrën dhe ishte domethënë 5 që i bie 6 me të vjetrën. Po e ndjen që ke fjetur më shumë? Ndjesh më mirë, ke pushuar më shumë se në 2 kam rënë, kështu që e njëjta rutinë. Pak a shumë. Ke fjetur vonë? Kam fjetur vonë. Je zgjuar herët. Po, por binte shi, edhe jo binte shi, po binte shi në orën 5, edhe më herët se aq, se mund ta dëgjoja edhe nga shtrati. Shi me gjymë. Dhe pastaj kur zgjova, që kisha kaluar një orë gjysmë më vonë, që domethënë kur çova, pra binte shi. Dhe me sa kuptoj ka rënë gjithë fundjavës. Po, ka rënë në fakt e diela ishte me shi, kështu nisi, edhe kështu do të jetë në vazhdim, po do bien një çik temperaturat edhe do jetë super ftohtë, po futemi në ditët e vërteta të dimrit, se deri tani jemi tallur, kemi marrë me shaka. Kemi pa 30 diell dhe kemi bërë dhe plazh. Jo, tani do i nxjerrë dhëmbë të mirë dimri. Po feston Halloween dhe dimri. Se nëntori vjen mbas un parashikoj se na tha dhe Lajda Porja kur ishte këtu para ca kohësh. Mos mos lidhemi te këto rrjetat kështu. Sa se zgjidhesh. Me çakmak, ke çakmak? Po jo s'kam. Nuk e pi cigar. Tani më. Kështu që do jetë një dimër i butë besoj, nuk është se do bëj shumë ftohtë. Po e pash që në lajmet se ka pa lajmet e mesnatës. Do rikthehet bora që nesër. Se thuhet gjitha më një. Në Tiranë nesër dëbor zonja zotrin. Nxirrni kalamaj. Po. Dëbor në Tiranë, ja çfarë thot parashikuesi i motit Nada Muçaj. Po. Mora një titull. Le të shohim nëse ndodh. Po sot në mëngjes detyra jonë është që t'i çojmë njerëzit në punë, fëmijët në shkolla, se gjithë këto rutina do të rinisin mbas fundjavës, pavarësisht shiut dhe gjithçka tjetër dhe ju e dini se si bëhet qyteti këtu në Tiranë, po jo vetëm pastaj kur bie shi, që bëhet pak e vështirë. Ne prandaj vim herët në punë. Kështu që duhet t'i gëzojmë, duhet të kapim trafik. Ti bëjmë pak ngrohtë, ti bëjmë pak e mora rrugën për në Shkodër. Kështu. Me një mandarin të vogël. Kështu. Dhe tani, pyetja e pamundur. Ram pam pam Sipas një ankete të bërë së fundmi me mbi 500.000 njerëz, nuk e di ku i kanë gjetur kaq shumë. I kanë mbledhur online. Dhe kanë gjetur se 40% e njerëzve nuk e durojnë dot këtë vesë. Çfarë mund të jetë? Nuk e durojnë dot fare. Kështu 069 442 8873. O po të lutem, se nuk e duroj dot atë. Kjo është nga ato gjëra që kur bëjnë këtë. Pse duhet ta bëjnë një herë? Nuk e di. E bëjnë sa njerëz. Hash me gojën mbyllur të lutem? Po, e kam dëgjuar këtë. A mund të hash me gojën mbyllur? Fitoni një kupon nga Sweet Spotin, e kemi sot? E kemi. 50 euro nga Sweet Spot. Mund të ikni shiut me këtë. Po. Shumë mirë, kështu që dërgoni mesazhet tuaja 069 442 8873 është numri.